Ish-burgu i Spaqit, një nga simbolet më të forta të qendresës antikomuniste në Shqipëri, është kthyer së fundi në epiqendër të debatit publik, ndërhyrjet e nisur në këtë vend historik nga Instituti Kombëtar i Trashëgimit Kulturor sipas një kërkese për realizimin e një filmi, kanë shkaktuar zemërinë dhe kundërshtimin nga ishte-përnjekët politik, familjarët e tyre dhe qytetarë të angazhuar për ruajtjen e kujtesës historike. Sipas tyre, përmes këtyre punimeve rrezikohet të zhduket kujtesa historike dhe vuajtjet e qindrat e burgosurve. Në emër të gjithë të përsekutuarve, ju bëjmë thirrje për sensibilizim, të rimendojnë dhe të rivendosin një riparim tasa natyre ku të mos bjerë ndesh me tjetërsimin e këtij objekti dhe duke pasur miratimin e atyre personave që kanë bërë me dhjetra burgje në këtë vend. Baba im ka bërë 20 vite, mbi 20 vite në këtë burg. Po kur ka marrë te dera, kjo tjetërsimi nuk më shpije dot në burgun e babës. Më shpije diku gjetë në kampet. Sikur pas kemi qenë në kampe. Këtu ka qenë derë me gjëmba që e kam njohur babën, pas gardit me gjëmba. Pra këto tjetërsimi nuk është më ajo faqja e atij burgut që kanë vuar prindit tanë dhe ne që erdhëm këtu për t'i parë. Këto mos të mulohen, mos të kamuflohen vujtjet që kanë kalu të burgosur politik që janë me mira dhe që një regjim i ri kërkon t'i kamufloj. Këtu ne na kujtohen ato vujtjet e tona si fëmijë kur vishim me taku babën në Spash. Do që për disa vite, për 27 viteve të kreu një burg kaq të rëndë si përndjek politik. Nuk do ta lejojmë kurse si tjetërsimin e këtyre rrënojave. Na absolutisht jemi dakord që të mirëmahen, por duke mos tjetërsuar të vërtetën që kanë vuajtur të burgosurit këto. Sot në mbledh për me kundërshtu si mos na i prishin këto pak relike të vujtës e të krimit të metën gjallë, si pasardhësit tonë ta dinë se këtu janë e kanë vrarë Recep Goxhin, e kanë luajtur tabelën, ishte nga tropoja, vetëm se kishte nipat e Sandër Sokolin. Në protestë ishte i pranishëm edhe kryetari i Bashkisë Mirdit, Albert Melyshi. Edhe institucioni i Bashkisë Mirdit, edhe pse është brenda territorit të bashkisë, ka kërkuar këto lloj informacionesh dhe patjetër që do reagojmë në mënyrë që ky institucion, po e quajmë, sepse është monument kulture i kategorisë 2, të ruhet identiteti sepse shërben shumë në këtë territor, shërben shumë për shumë familje të cilat e kanë përjetuar dhimbjen, vuajtjen në këtë kamp dhe edhe sot ishim të pranishëm kur patëm nxënës shkollash të cilët po e vizitonin. Dhe në këtë mënyrë nuk duhet tjetërsuar identiteti i këtij burgu për shkaqe që të gjithë tashmë i dimë. Protestuesit i kërkojnë Ministrisë së Kulturës të pezullojë me njëherë punimet dhe të nisë një proces të ri të hapur dhe gjithëpërfshirës për të garantuar që kujtesa historike e Spaqit të mos bëhet, por transmetohet me dinjitet brezat e ardhshëm.